بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندروم ذا لفدروم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. سلامة يدرغوي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام. Familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Duke lutur Allahun xhalla xhalaluhu që edhe ne të jemi pjesë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe duke lutur Allahun xhalla xhalaluhu që të na ketë bërë kabul gjitha ato ditë të cilat kanë kaluar nga ky muaj i mubarak, dhe të na mundsoj agjerimin edhe asaj që ka mbetur nga ky muaj i mubarak. Duke lutur Zotin që dalë me faqebardhë nga ky muaj me vepra të pranuara dhe me mëkate të falura. Sot me lejen e Zotit xhalla xhalaluhu të shpjegojmë rreth gjërave të cilat e prishin agjerimin e që duhet ne si besimtar të kemi kujdes, për arsye se janë disa rregulla dhe numëri rregullash të cilat neve na tregojnë si besimtar se cilat gjëra e prishin muajin e mubarak të Ramazanit apo atë ditë të agjerimit, në mënyrë që neve të kemi kujdes dhe të kemi një dro shtesë nga gjërat të cilat mundet robi me ranë to dhe ta prish agjerimin e tij. Gjëja e parë të cilët ulema e Islamit na tregojnë që e prish muajin mubarak ose e prish atë ditë të agjerimit është marrëdhëniet intime gjatë ditës së Ramazanit. To e prishin agjerimin dhe gjithashtu kanë një shpagim kogja të rëndë nëse robit i ndodh një gjë e tillë gjatë muajit mubarak të Ramazanit, pra marrëdhëniet intime mes bashkëve, e prishin atë ditë dhe e bën një shpagim kogja të rëndë. E shpagimi është itqu raqaba, lirimi një robi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ai që ka pas mundësi me ranë në këtë mëkat, shpagimi i saj ka qenë me liru një rob, sepse Islami nuk e don robnin, po i shtyt njerëzit që t'i lirojnë robërit dhe t'i lënë të lirë. Dhe në kohët e mëhershme ka pas njerëz të robëruar dhe janë shit nëpër treg sikurse që janë shit malli. Dhe shpagimi i saj është itqu raqaba, lirimi i një robi. E në lem yajid, nëse nuk mundet me s'ka rob që e liron, fa siyamu shahrayni mutatabi'ain. Shpagimi i saj është agjerimi 2 muaj rresht. Pa prish asnjë ditë në mes, vetëm me arsye të fortë. Pa shpagimi i kësaj, i këtij mëkati gjatë Ramazanit që e bën ta prish robi ditën e agjerimit, është agjerimi pastaj shëm 2 muaj rresht dhe nuk lejohet prishja në këto 2 muaj rresht vetëm me arsye të fortë. Sigurisht nëse i bjen Bajrami për shembull mbrana këtyre ditëve, ose Kurban Bajrami mbrana këtyre ditëve, është ndaluar agjerimi i ditëve të Bajramit, domethënë Fitr Bajrami i ka një ditë, ndërsa Kurban Bajrami i ka 4 ditë. Dhe në qoftë se jo, atëherë ndonjë arsye tjetër e madhe, sikurse që janë smundjet, ose sikurse që është udhëtimi i largët. Përndryshe, në qoftë se robi fillon agjerimin e këtyre 2 muajve dhe ka rënë këtë mëkat, marrëdhëniet intime, dhe i agjeron pezon pa i bën një ditë 2 muaj dhe e prish ditën e fundit me qëllim, do të prish fillimin prapë. Prapë i fillimit 2 muaj. Pra nëse në mes prishet një ditë me qëllim për qef, prapë kthehet prej zerrës. Ja nis. Në mënyrë që ta edukoj robin se Ramazani është muaj i ibadetit dhe Allah xhallahu ala ka ndaluar këtë çështje gjatë ditës së agjerimit, ndërsa natën është e lejuar deri në agim ose deri në sefer. Për këtë ka ardhur në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ka ndodhur një rast i tillë në Medinën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë hel tajidu raqaba, ka thonë a ki mundësi me liru një rob, ka thonë la, ka thonë jo. Ka thonë hel tastati'u siyamu shahrayn, ka thonë a ki mundësi me agjeru 2 muaj, ka thonë jo.
Atëherë I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fat'im 60 miskina. Atëherë e treta me radhë që nëse s'ki mundësi me liru një rob, ose s'ki mundësi me agjëru 2 muaj rresht, atëherë e treta me radhë është ushqimi I 60 të varfërve. Ushqimi I 60 të varfërve është shpagim për këtë mëkat, e cila është shkak që robi me prish agjerimin e asaj dite të Ramazanit. Pra e para është marrëdhëniet intime që e prishin agjerimin dhe e bën shpagimin e tyre në këto që neve sapo I shpjeguam. E dyta, dalja e spermës tek gjinia mashkullore, sidomos me qëllim, pa larg marrëdhënieve intime, jashtë marrëdhënieve intime. Dalja e spermës me qëllim e prish agjerimin. E prish ditën e agjerimit dhe duhet të shpagohet ajo ditë dhe duhet të pendohet te Zoti Gjalla Gjalaluhu. Mirë po, në qoftë se ndodh që ajo të ndodh në gjumë, nuk e prish agjerimin. Në qoftë se ndodh që njeriu të zgjohet gjatë gjumit të tij ose të zgjohet në mëngjes dhe sheh shenja që ka dalë spermatozoidet në teshat e tij, atëherë e vazhdon agjerimin dhe nuk e prish për arsye se Allahu Gjalla wa Ala I ka liru robrit e vet nga ajo të cilën është në gjumë. Rufi al-qalam an thalatha. Thot pejgamberi I Zotit është ngrit lapsi për 3 persona, një prej tyre është an-naim hatta yastayqid. Ai që është në gjumë derisa të ngritet, derisa të zgjohet nga gjumi, pra është I liruar veprimet e tij të cilat I ndodhin gjatë gjumit të tij. Edhe nëse ndodh kjo gjatë gjumit, atëherë e vazhdon agjerimin e tij sepse agjerimi I tij është I plotë dhe nuk ka nevojë zëvendësim para ditë për arsye se nuk ka qenë në ditën e tij, domethënë që nuk ka qenë të qëllimshme, po ka qenë në gjumë që kjo nuk e bën të prishet agjerimi. Prandaj agjerimi prishet vetëm me qëllim, vetëm kur bëhet kjo çështje me qëllim, për arsye se pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu Gjalla wa Ala e ka liruar këtë ummet nga harresa dhe nga gabimi I paqëllimshëm. E ka liruar ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga gabimi I paqëllimshëm dhe nga harresa, kur njeriu harron. E treta dashur vëllezër është ngrania e ushqimit me qëllim, ngrania dhe pirja gjatë ditës së Ramazanit me qëllim normal që e prish agjerimin. Dhe gjitha ato lëndë që janë ushqyse dhe që futen në trupin e njeriut nëpërmjet gojës apo hundës apo injeksioneve të ndryshme që janë ushqyse e prishin agjerimin. Pra nëse robi han diçka ose pin diçka e prish agjerimin. Nëse merr diçka nga huna e tij e prish agjerimin. Nëse merr diçka nga injeksionet të cilat janë ushqyse, sikurse që janë infuzione të ndryshme që kanë vitamina, e prish, domethënë e prish agjerimin dhe duhet patjetër që ta zëvendësoj atë ditë masi që kalon muaj mubarak I Ramazanit. Për këtë arsye, nëse robi han dhe pin pa qëllim duke harru gjatë ditës, kjo nuk e prish agjerimin e Ramazanit. E kjo I ndodh besimtarëve dhe duke kalu prandome se sheni gotuj dhe është I jetur, nuk e di që është, ka harru që është Ramazan e pin. Nuk e prish agjerimin, duhet me vazhdu agjerimin, sepse ka në hadith që Allahu Gjalla wa Ala e ka ushqy dhe I ka dhënë me pinë. Ndërsa nëse pin qëllimshëm, atëherë e prish agjerimin dhe duhet patjetër zëvendësimi I asaj dite të Ramazanit. Për këtë arsye, këto rregulla duhet t'i dim besimtari në mënyrë që nëse I ndodh gjatë jetës së tij në mënyrë që të jetë I përgatitur. Pra ngrania dhe pirja e pa qëllimshme nuk e prish agjerimin. Vetëm ai që ngron qëllimisht e prish dhe duhet të zëvendësohet. Gjithashtu, nëse merr ushqime të ndryshme dhe që janë ushqyse e prish agjerimin e Ramazanit dhe duhet të ketë kujdes. Gjëja tjetër me radhë të dashur vëllezër është dalja e gjakut shumë, ose dhënia e gjakut, ose marrja e gjakut e prish agjerimin. Pra nëse robi merr gjak në trup, e prish agjerimin për arsye se gjaku është ushqys, është gjëja që më shumë të e ushqen robin. Po njëkohësisht nëse jep sasi të madhe të gjakut dikujt,
Gjithashtu kjo e bën që ta prish agjerimin e Ramazanit dhe duhet të zëvendësohet në ditët me pastaj. Mirë po, dhënia e gjakut për analiza nuk e prish agjerimin. Nuk e prish. Mirë po, dhënia e gjakut ose dalja e gjakut nëpërmjet hijamës, që është e njohur tani, hijami e prish agjerimin. Me bë hijame gjatë ditës së Ramazanit e prish agjerimin. Me dhënë gjak shumë për dikush që ka nevojë e prish agjerimin. Mirë po, kjo është e nevojshme, nëse dikush ka nevojë për gjak dhe është rrezik për jetë. As duhet me thonë dikush hoxha ka thonë s'mo me thonë gjak se tani e prish agjerimin, po ndash, ti dush me shpëtu jetën. Ti jep gjak, e prish, mirë po e zëvendëson me ditën pastaj. Ti jep gjak dhe e shpëton jetën me lejen e Zotit, edhe e zëvendëson. Mirë po dhënia e gjakut pa dije që nuk është urgjente, e prish agjerimin andaj duhet të ketë kujdes besimtari. Ose marrja e gjakut ose dalja e gjakut nëpërmjet hijamës, që bëhet dhe është trend te ne tash. Gjithashtu e prish agjerimin dhe duhet të ketë kujdes muslimani që mos të ketë domethënë dhënie të gjakut apo dalje shumë të gjakut gjatë Ramazanit. Dhe tham që marrja e gjakut për shkak të analizave të ndryshme është shumë pak, sasi e pak dhe nuk bën që ta prish agjerimin, por ta vazhdon ditën e tij që e ka besimtari dhe ta vazhdoj agjerimin e tij të plot me lejen e Zotit. Gjithashtu prej gjërave të cilat dashur vëllezër e prish në agjerimin është vjellja e qëllimshme. Vjellja e qëllimshme e prish agjerimin dhe duhet të zëvendësohet ajo ditë. Ose shikimi me qëllim i diçkaje që të bën ty me vjell, gjithashtu e prish agjerimin dhe obligon robin që ta agjerojë atë ditë pastaj. Do thonë, putja e gishtit në mënyrë që të çlirohet sepse jam nxarr dhe është e qëllimshme, të bën që ta prishësh ditën dhe ta vazhdosh një ditë mësanej. Ose të shikosh diçka që ti gërditesh dhe të bën që ti të vjellësh, atëherë e prish agjerimin dhe duhet të zëvendësohet ajo ditë. Mirë po vjellja e pa qëllimshme nuk e prish agjerimin, e vazhdon suksesshëm me lejen e Zotit xhallahu xhelalu. Sepse ndodh që robi nuk është adaptuar me ngrënien e syfyrit dhe kur zgjohet në mëngjes automatikisht i vjen dhe me pa qëllim, atëherë kjo nuk e prish agjerimin, mirë po çka, duhet ta vazhdosh ditën, domethënë sepse është e plot. Mirë po vetëm vjellja e qëllimshme e bën që robi të jetë domethënë të jetë që prej asaj dite që e ka prishë dhe ta zëvendëson pastaj. Dhe çështja tjetër që e prish agjerimin është tek gjenia femërore është ardha e ciklit menstrual mujor, automatikisht e prish agjerimin dhe i ndalohet agjerimi i atyre ditëve derisa të pastrohet. Është haram agjerimi gjatë ciklit menstrual dhe derisa të pastrohet, pastaj i zëvendëson me lejen e Zotit, i zëvendëson pas Ramazanit e që ka kohë deri në Ramazanin tjetër. Këto janë disa gjëra që e prish në agjerimin, mirë po i kanë kushtet e veta. Këto që i cekom janë gjëra të cilat e prish në agjerimin, por me kushte. Kushti i parë është en yakuna aliman, me qenë i ditur për këto gjëra që e prish në agjerimin. Mos me pas njohuri që e prish në agjerimin, është ignorant ndaj këtyre gjërave, nuk e prish agjerimin. Pra, ka qenë ignorant që dhënia e gjakut shumë ose marrja e gjakut nuk e prish agjerimin, s'ka qenë dijeni për këtë punë, agjerimi i tij është në rregull. Pra, prej kushteve të gjërave që e prish në agjerimin është me qenë i ditur për to. Me ditë që marrëdhënien e tij me gjatë ditës e prish në agjerimin. Marrja e infuzionit ushqyes e prish agjerimin. Marrja e gjakut apo hijami e prish agjerimin. Mirë, po s'ka pas dijeni. Nuk ka ditë dhe ka shkuar ka bëj hijame ditën. Ne i themi agjerimi jot është në rregull, sepse ke qenë ignorant, dush me mësu. Për këtë muslimani duhet me mësu rregullat e agjerimit. Rregullat e agjerimit në mënyrë që kur të vinë raste të tilla, me qenë i përgatitur dhe jo domethënë të nxjerr Ramazani i pa përgatitur për rregullat e agjerimit. Pra kushti i parë është me qenë alim i ditun rreth këtyre rregullave që e prish në agjerimin. Në qoftë se është ignorant, atëherë është ngrit lapsi për to derisa ky të mëson për to. Ky është kushti i parë, sepse Allah Azza wa Jalla thotë Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Po Allah thotë mos ta merr në përgjithësi
nga gjërat e cilat neve i harrojmë ose i gabojmë. E Allah azza wa jall nuk i merr në përgjithësi ata të cilët kanë gabu pa qëllimshëm dhe ata të cilët kanë harruar dhe ata të cilët nuk kanë dije për këtë çështje, sepse Allah thotë walaysa aleikum junahun fima akhta'tum bih. Nuk keni gjunah, pra nuk keni mëkat nga ato që keni bërë gabim pa qëllimshëm, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Por gjuna është, gabimi është kur ju e dini dhe qëllimshëm bini në të wa kana Allahu ghafurur rahim, dhe Allah është falës dhe mëshirues i madh. Kushti i dytë është e yakuna dhakiran. Kushti i dytë është që ketë vetë dije për këtë punë, mos të harroj, mos të jetë që harron. Po të jetë me dije dhe të ketë vetë dije gjatë veprimit që e prish në agjërimin. Sepse ne thamë që ngrënia dhe pirja gjatë ditës e prish agjërimin. Mirë, po kur njeriu harron që është duke agjëru dhe pin një gotë ujë ose han ushqim, nuk e prish agjërimin, pra duhet me qenë i dijshëm, edhe duhet mos me qenë njeri që ka harruar. E kujton mirë që është duke pi ujë me qëllim dhe e prish agjërimin. Po nëse pin edhe han pa qëllim, duke qenë harrues, ka harruar diçka, atëherë kjo, domethënë, nuk e prish agjërimin, por e vazhdon agjërimin e tij ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por Allahu azza wa jalla ka ushqyer ashtu siç thotë Resulullah, men nasiya wa huwa sa'im fa akal aw sharib falyutim sawmahu fa inma at'amahu Allah. Ai që han ose pin thotë duke qenë agjërueshëm dhe ka harruar që është agjërueshëm, thotë ta vazhdon agjërimin e tij sepse Allahu xhalla wa ala i ka dhënë të haj dhe i ka dhënë të pi. Kushti i tretë të dashur vëllezër është an yakuna mukhtaran, që ta zgjedh ai vet. Ta zgjedh ai vet. Nuk është imponues nga dikush nga jashtë. Pra njeriu e prish agjërimin kur me vetë dijet plot, edhe duke e ditë që me pi dhe ma gjatë ditës e Ramazanit e prish, edhe nuk është duke e imponu askush, kjo është e prish. Qofse imponohen nga jashtë, sikur se që ka ndodhur në kohën e komunizmit, i kanë marrë nxënësat, i kanë qitë të tabela, aje të rinu, po ja ka thonë një copë. Ka thonë preshe, se feja të prish, i kanë thonë, komunistët. E që ata sa dhjën patriot, dhe më thonë sa fort patriotave i kije. Qëta lojt, që sa i njerëzve që kanë betë gjallë për ty në ala, i kinë saft part komunistave. Saft part, dhe më thonë patriotave. E këta i kanë qitë nxënësat të dera dhe ju kanë thonë buk me amën me prish agjërimin. I kanë imponu me prish agjërimin. Ky nuk e ka prish agjërimin, edhe në qëfë se ka hongër. Ky është dashur me vazhdu agjërimin, sepse agjërimi i tij është i plotë. Pra duhet me qenë njëri që me vetdije e zgjedh vetë, jo me imponu. Se imponimi me pi ujë, me thonë ose pi ujë se po të vras, ose ha buk, ose ku me bë kështu edhe kështu, besimtari e zgjedh më të lehtën edhe agjërimi i tij është në rregull. Agjërimi i tij është në rregull dhe e vazhdon pa problem ditën dhe tek Allahu xhalla wa ala nuk shkruhet që ky njeri e ka prish agjërimin bile. Allahu azza wa jall thot edhe për imanin nëse të shtyn apo mohon Zotin apo po të vrasëm, me mohu vetëm me gojë pa zemër, shpëton, ashtu siç thot Allahu, men kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Thot ai që bën kufër, del prej fesë së Zotit xhalla xhelal. Pas imanit e tij, pasi që ishte musliman, illa man ukrih, përveç ai që është i shtytur me zot. Ka thonë komunisti, thuj s'ka zot se ose po të vras. E Zoti po thotë, nëse të thojnë çështo, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, mi po zemrën e ka të mbushur me iman, mi po veç del nga goja për me shpëtuar jetën, thuj thot. Thuj, shpëtoj jetën, sepse zemra jote është e mbushur me iman. Thot Allah azza wa jall, walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Mirë pa ai që ja qel gjoksin mosbesimit. E në këta ka zvrit hidhrimi Allahut azza wa jall dhe kanë dënim të rënd. Por shkoni deri ku ka arrit njerëzimit që e imponon njeriu edhe në besimin e tij. Lërë më në agjerimin e tij. Edhe në besim në iman, sikur se që kanë ndodhur me Amar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, kur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë marrë mushrik dhe e kanë hudhur në shkletin e tij dhe i ka thonë mohoje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Zotin,
ose po të vrasëm, dhe ky e ka mohu me fjalë, mirë po jo me zemër, dhe kur u shtyt te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Rasulullah, ka thonë shkatrova, ka thonë sepse kështu ndodhe dhe kështu veprova, ka thonë si e gjetë zemrën tonë, ka thonë me plot iman, atëherë Allah azza wa jalla zbret këtë ajet të Kuranit që vërteton që kur jeni në vështirësi, kjo gjë nuk prish punën nëse zemra juve është e mbushur me iman, por ai i cili ja hap gjoksin mosbesimit në Zotin xhalla xhalaluhu, atëherë kjo çështje është e rrezikshme dhe e bën që robi del nga feja dhe meriton të hidhrimin e Allahut dhe dërimin e tij. Prandaj këto gjërat që i cekëm që e prish në agjerimin i kanë këto 3 kushte, pra prej kushteve është që me qenë alim, me qenë i dijshëm rreth këtyre gjërave që e prish në agjerimin, dhe me qenë prej atyre njerëzve që nuk harrojnë po me vetdije, kushti i dytë, dhe i treti është që mos me qenë i imponuar, por me qenë me zgjedh vet. Imponuesi, imponimi nuk e prish agjerimin e Ramazanit, por e bën që të vazhdoj ditën e tij. E ne e lutem Allahun azza wa jall që të na bëjë të mundur të agjerojmë këtë muaj mubarak të Ramazanit ashtu siç i ka hije një besimtar e një muslimani, duke qenë Zoti xhalla xhalaluhu i kënaqur me neve, duke lutur Allahun azza wa jall që të na mundsoj ibadetet në këtë muaj mubarak, na mundsoj dalë me fatshëbardh nga ky muaj me gjuna të falura, ku Allah azza wa jall në ditën e fundit të këtij muaji mubarak liron me mira robër nga zjarri i xhenamit, dhe lutem Allah që të jem prej tyre dhe të na shënoj emrat tonë tek banorët e xhenetit, duke lutur Allah që të na falë neve dhe ju. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.